Shqipëria përmbylli një verë të përvëluar nga zjarret e hyri në dimër në ujë. Brenda pak muajsh, 2 fatkeqësi të mëdha natyrore që lanë pas dëme të mëdha ekonomike, banor të prekur dhe shumë pikpyetje mbi gatishmërinë e shtetit për të përballuar këto situata. Ashtu sikur në verë, edhe këtë herë përgjegjësia institucionale mbeti e paqartë. A lidhen përmbytjet me zjarret e verës? Çfarë është shkaktuar mjedisit gjatë gjithë kësaj kohe? Këto përgjigje do na i japin ekspertët. Shkaku i përmbytjeve të tanishme të dimrit është pikërisht degja e shpatët malore në pjesë të madhe të territorit të vendit. Për fatin e keq, kjo ndodh pak për shkaqe natyrore dhe shumë më shumë për shkaqe njerëzore. Është keq menaxhimi i pjesës sipërme të bazeneve, dëmtimi shkatërrimi i pyjeve, dëmtimi i shtretëve të lumenjve, argjinaturat dhe mbi gjitha është mosmarrja e masave në kohë. Nga ana tjetër, lidhur me zonat urbane, për fatin e keq ne kemi zhvilluar vetëm infrastrukturën gri, thotë betonin. Ndërkohë që kemi minimizuar sipërfaqet e gjelbruar, kemi minimizuar lulishtet, të cilat si thua luajnë atë rolin e sfungjerit natyror në raste të tilla rreshësh. Pra duke zhvilluar infrastrukturën gri, ne kemi mbi ngarkuar krejt sistemin kanalizues të qyteteve tona, por edhe dhe të hidrovoreve apo të gjithë sistemit kullues. Aktualisht ndodhemi në Porto Romano së bashku me Artan Kacanin, urbanist. Ne këtu kemi ardhur për të kuptuar arsyen pse Durrësi këtë vit u përmbyt masivisht e sidomos kjo zona. Artan na shpjego pak se çfarë investimi ka bërë bashkia. Investimet e bashkisë kanë qenë gjithmonë në kushtet e emergjencës, asnjëherë në kushtet e planifikimit mirëfill dhe drejtorive përkatëse të planifikimit. Këtu ndodhemi tek një rrugicë në mesin e një grup banesash banorësh të zonës së Porto Romanës dhe duke marrë shkas nga mbyllja e kanalit të rrjedhës së natyrshme të Mbikodrës me dalje në det, bashkia ka marrë një iniciativë që deri diku mund ta qenë profesionalisht e gabuar komplet, për vetë faktin sepse tenton që të marrë ujërat nga sipër Kodrës, ta fusi brenda kësaj rruge ku ne ndodhemi këtu, duke investuar në një mur të betonit i cili të kanalizoj ujin dhe me një tub të dedikuar me një rrjedhë të kalibruar deri diku në mënyrë që të dedikoj ujë më pas të kanali hidrovorit. Devijimi i këtij lloji shtegtimi dhe mosdalja më pas në det të lirë ka bërë që uji i hidrovorit, kanalit kryesor të fryhet akoma dhe më shumë, të tejkaloj kapacitetet e veta, duke çuar më pas edhe mos rezultatin bllokimin e vet hidrovorit dhe mos funksionimin e një seri pompash dhe kanalizimesh të tjera. Pra kemi të bëjmë me mbivendosje të infrastrukturës kulluese. Kanali i rendit të dytë është mbivendosur mbi rendin e parë, ku ndërkohë kanali i rendit të dytë duhet kishte rrjedhën e dedikuar të tij. Çfarë masash konkrete duhet të ndërmarrë shteti në këtë rast? Investimi në masa parandaluese është zgjidhja më e mirë, më e shëndetshme edhe për ekosistemin edhe për buxhetin e shtetit. Gjë ajo që duhet bërë në total është zbatimi i atyre dokumenteve strategjike të zhvillimit të vendit, siç është për shembull plani kombëtar i përshtatjes ndaj ndryshimit klimatike, ku fondet për pyjet dhe bujqësitë qëndrueshme janë gati $3 miliard. Dhe nëse nuk investojmë në këtë drejtim, përveç tjerësh në infrastrukturën në qytete e tjerë, do të thotë që presim përmbytje dhe presim dëme më të mëdha përmbytje. Nëse ne zgjedhim të zbatojmë këto dokumente, pra të merremi me shkaqet në themel, duke menaxhuar bazenet nga sipër poshtë, atëherë mund të arrijmë që të minimizojmë efektin e përmbytjeve, por edhe efektin e zjarreve në verë. Një fjalë mbase për gjithë këtë katrahurën e madhe që është shkaktuar në gjithë Shqipërinë me këto përmbytjet. Shumë thonë që kemi neglizhuar profesionistët. Unë do thosha që profesionistët janë dhe janë afër interesave private. Ne kemi shkatruar, faktikisht kemi shkatruar basenet e lumeve. Lumi i madh në Lezhë është ndër lumenjtë që ka dhënë më shumë materiale ndërtimi të gjithë këtyre ndërtuesve që po ndërtojnë kullat sot në Tiranë, në Durrës, në gjithë bregdetin e Shqipërisë. Dhe ka ekspertë që kanë firmosur për nxjerrjen e inerteve nga lumi i madh, nga lumi i Bunës dhe nga krau tjetër nuk kanë bërë asnjë një lloj dokumentimi për rikthimin mbrapsht të naturalizimit dhe kthimin e peizazhit siç ka qenë. Të gjitha masat e ndërmarra janë masa jo që i përgjigjen vërtet shfrytëzimit të territorit, ashtu siç duhet ndodhur në mënyrë të planifikuar, nxjerrja e inerteve, por mbi të gjitha vjedhja, kollaborimi i tyre dhe mos kthimi asnjë gjë mbrapsht.